Zoti Benet Beci, i nderuar Zoti Marina, të nderuar malësorët e mi të shtrenjtë, jam Bujar Rexha, prezantimin e kemi bërë në takimet e tjera, vi nga gruda e njësisë administrative Grumir, dhe sot përpara jush kam një barë të rëndësishme që të përfaqësoj malësinë e madhe në Parlamentin e Shqipërisë. Them që është një barë e madhe, pasi malësia e madhe vetë është shumë e rëndësishme dhe kërkon që të përfaqësohet denjësisht në parlament, dhe unë e kam marrë përsipër që t'ju përfaqësoj ju me dinjitet dhe me një përkushtim ndaj gjithë secilit. Si profesion jam ushtarak dhe kam punuar në fushën e sigurisë në disa detyra në vitet e mëparshme, dhe në 2 dekadet e fundit jam ashtu si dhe bijtë e bija tuja në emigracion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku sot jam bashkuar Partisë Socialiste në këto zgjedhje parlamentare, pasi besoj se Partia Socialiste, kryeministri Rama dhe të gjithë ju jeni në gjendje ta çojnë Shqipërinë përpara, ta çojnë malësinë përpara. Si ushtarak që jam, fjalët nuk janë arma ime më e fortë, por ju premtoj që unë armën time më e fortë kam punën, kam disiplinën, kam sinqeritetin dhe gatishmërinë për t'ju përfaqësuar me dinjitet në Parlamentin e Shqipërisë. Por unë nuk mund të ri pa përmendur shumë ndryshime që kam parë unë çdo vit që kam ardhur në malësinë e madhe. Qeveria dhe kryeministri Rama kanë bërë ndryshime rrënjësore në gjithë Shqipërinë, po ashtu edhe në malësinë e madhe. Unë kam parë ndryshime në infrastrukturë, kam parë ndryshime në energji, kam parë ndryshime në shkolla, kam parë ndryshime në të gjithë sektorët e jetës. Por kjo nuk do të thotë që malësia e madhe është një vend që nuk ka nevojë më për investime. Malësia e madhe ka nevojë shumë të tjera të mëdha, të cilat kryetari i bashkisë i përmendi, dhe unë ju jap fjalën ju që së bashku me pushtetin lokal, në bashkëpunim me kolegët e mi parlamentar, në bashkëpunim me kryeministrin Rama, do t'i shtyjmë përpara me gjithë forcën që të realizojmë dhe bëjmë ndryshimin që duhet. Malësorët nuk kanë nevojë për fjalë. Malësorët janë besës, kanë nevojë për vepra dhe për punë. Dhe unë ju premtoj që jam ai që do të bëj vepra dhe punë. Prandaj ju bëj thirrje të gjithëve që të votojmë për Partinë Socialiste, të votojmë për kryeministrin Edi Rama, të votoni për mua, votoni për numrin 5. Ju falenderoj të gjithëve.